Zidane, ju presni që shpejt të ndodh takimi radhës mes Kurtit dhe Abdigjikut dhe a besoni edhe ju që propozimin për president do e bëj LDK-ja? Kush e bën propozimin nuk është shumë të lashe është se kush ka me mbështet kanin dhe që duket që janë larg është vetë kjo periudhë që tash sa kohë mos pishofim në komunikim. Nëse vërtet janë të interesuar palët me pas president, unë besoj që një person i duhur është gjetë tash, por ata janë taku për t'i përfaqësuar dhe për t'i prezentuar disa kritere që duhet t'i përfaqësoj presidenti ardhshëm, por jo të emri. Fatkeqësisht të kemi pas nga e kaluara që problemet kanë qenë kryesisht të emrat, dhe si e tillë kam përshtypjen që jemi në fazën më të rëndë për të kaluar tutje. Pra një fazë ka gjë ndërlikuar, sepse po të ekziston një vullnet i sinqert, emri dhe personi mund të gjinet, por momentin që ka kushëzimet cilat nuk mund të jenë parimore, atëherë vështesohen situatat. Pra sikuraj që kushëzimi nga kush? Kushëzimi sikuraj që është nuk duhet të jetë me ambicie politike. Pra ti je gazetare dhe mos me pas ambicie në profesionin tanë edhe në angazhimin tanë i bjen që ti ketë jetën ose me përfundu mandatin aty. Pra pa ambicie politike i bjen pa fuqi politike që e promovon personin qëntarë me qenë kundërshtar që po absolutisht është kundër rregullave demokratike, që ti ja kufizoni presidentit mos me pas ambicie politike. Ne e dim që çdo herë një pozicion, çfarë pozicionit është, duhet me pas ambicie të larta. Ambicjet politike në kupton këtë rast që zoti Kurti ka vendosur që masi që të përfundoj mandatin mos kthehet në politikë, për ato 5 vite atje, nëse është pa ambicie politike, nuk ja prish hiç kryeministit Kurti. Nëse nuk ja prish kryeministit Kurti, bjen pa ambicie politike. Po nëse mendon që e ka kryeministri Kurti gabim, si ambicie dhe si qëllim politik. Duhet domosdoshmërisht të lexohet në këtë formë, mbase është në kontekstin ai ka thonë që ambicie politike ka qenë presidenti Osmani, edhe i dul kundërshtare. Pra ambicie politike ka qenë sipas zotit Kurti, presidenti Osmani që dul ngarë. E tash nuk e don një të lloj të pas 5 vitesh nuk mund ta di as Kurti as askush se çfarë ambiciesh mund të ketë presidenti i ardhshëm. Jo politikë. Ai prandaj si kriter jo demokratik dhe i pa bazë është ky me dalë me thonë unë e du presidentin me ambicie jo politike, me pa ambicie politike. Po në këtë kuptim zoti Kurti ka thonë. Pa ambicie politike për këto 5 vite sa do të ketë mandat? Jo pastaj, sepse pa ambicie politike, jo. Tash pastaj a ke dëgjuar për sa vite kur ka thonë? Për çfarë periudhe? A ke dëgjuar për çfarë periudhe ka thonë? Po, por ju po thoni pa ambicie politike e qartë në këtë periudhën sa është president. Politike, po. A i keni po nëherë ndonjë presidentit që ka qenë në pozicion që ka pas ambicie politike të sipërfaqura, në sipërfaqe për agenda politike të dukshme. Asnjë president pra nuk e ka luajtur një rol me si ambiciesh politike. Po ambicie politike për ta mbrojtur kushtetutën, për të punuar për rend dhe ligj, edhe për të përfaqësuar Kosovën në arena ndërkombëtare dhe në takime ndërkombëtare të fuqishme dhe për të marrë mbështetje ndërkombëtare, që ajo është ambicie politike, po s'do të më pengu zotin Kurti. Se kush i pati këto sipas jush?